profesor, kur rrëzua shtatorja, ke qenë këtu? Ku ke qenë? Unë kam qenë, nuk kam qenë mua aty, Po? kam qenë ke Xhamia. Te Xhamia. Nuk e Xhamia. E shikojë gjithë skenën? E ke parë gjithë? E kam pakur. Ka një element që do ta tregosh, bëri më shumë përshtypje, se kam parasysh ai personi që qëllonte me atë armën. Përshtypje më ka bërë që jam trondit shumë. Kush ishte? Kur mora veç ishte i Beshoqi atje buka atje kur shep, ka qenë nga 3 gradë që ka qenë. Merita? Merita. Merita Shkupi ishte atje? Merita Shkupi ka qenë atje nga 3-4 gradë që ka qenë atje. Domethënë, ajo aty është Merita Shkupi? Ajo më duket është. Ajo është Merita Shkupi, 3 gradë. 3 gradë. Dhe një nga ato 3 ishte bashkëshortë e juaj? Ti e di që do shkonte atje Merita? Jo, re. Po kur e pe ç'a mendon? Unë e pash kur u dha televizor. Kur rënë në televizor? Po. Po e dha televizioni. Po në orën 4. Në orën 4. Alfons Gurashi. Si do qoftë guxim që ai u dha atëherë, se akoma ishin fuqi. Ishte Ramizalia president. Ti s'pate guxim që të Ja nuk shkova unë. Kamnej atje ke Cepi. Te Cepi. Po Merita si e pati? Merita spyste ka qenë Spyse Merita. person i jashtëzakonshëm në këtë. Merita, si po ça krenarie duhet jetë, ë? Jo. Unë një pjesë të madhe të veprimtarisë time ja përkushtoj asaj. Sepse ka qenë nxitse dhe frymëzuese për shumë hapa që kam bërë unë në jetë, të cilat i konsideroj pozitiv. Ka qenë ajo që më ka shtyr. Dhe nuk di se si ta... Do të pyes se kam një foto me Merita. Foto tjetër? Tani, profesor, kjo është lëvizja më e madhe në historinë e shtetit shqiptar? Qa është kjo pritja... Jo, dhjetor 1990. Kaq masive zor se ka pas për para. S'ka pas asgjë. As më pas pasaj, se më pas jo. Që se e përmende ti bitë e edherve, po nuk është e thënë që bitë të mendojnë si pritërit. Nuk kanë qenë bitë si kalkaroza që të shkojnë mas aty në një. Po kishin një lloj intelekti, kishin një lloj... Jo, intelekti kishin ato sepse kishin mbaruar shkollat. Ato patën rrugë të hapur që mundën që të marrën shkollat, të arsimare. Profesor, kjo është e bukur kështu, një foto e bukur, ë? Madhështore është. Një student më ka pyetur profesor, ore kur ishte kaq që i keq ky Enver Hoxha, si nuk e qelloi njëri as me llastike, nuk i bëri njëri një gjë, një atentat. Është puna pse se vrani bën fakt. Jo, Hitleri i bën gjithë ato atentat, Enver Hoxha asnjë atentat. Kjo është e vërtetë kjo. Asnjë atentat. Si ka mundësi, profesor? Tani, ne nuk e di, ma vërtet si kanë bërë mase, i kanë kap pa u bërë. S'ka rast. Unë di që kanë qenë ca zgjimnazi, që kishin për betimin që të shu, edhe nga Durrësia këtu në Tiranë, ka qenë se uzbek shu e vagëlluar. Kështu që po betemi atje ke ajo që tha ju. Do më thënë, zyrtarisht nuk ka në i të dhënë. Po pse? Kur ishte kaq i keq? Pse? Që ishe ky popull që u përgjunj, u përull, si ka mundsi? Ajo erdhi dal nga dal. Sepse jo gjithmonë, në fillim për shembull në vitet 45-46, Enver Hoxha quhej si i pari ndërmjet të barabartëve. Dal nga dal u formu kulti i tij. Sa që erdhi puna që të gjithë quheshin zero, ishte vetëm ishi. Dhe kjo e bëri të fortë? Po kishin frikë, njerëzit kishin. Ka pas frikë, deri me Meçeu ka pas frikë për ti. Pavarësisht se i kysh shumë trim. Me Meçeu e kishte frikë Enver Hoxha? Atje ku ve këmën ai, ne do vëjmë kokën ta. Do vëjmë kokën atje ku ve këmën ai. Do thënë e ka thënë Meçeu se më ka thënë dhe një tjetër, domethënë ku vë këmën e Enverit, u vë kokën. Do vëj kokën. Ai Mehmeti, që e përshkruan si kasap. Ai ishte person që nuk e njifte mëshirën. Foto tjetër? Foto historike. Presidenti i Republikës, do thënë që ja dha detyrën Ramiz Alis dhe presidenti pasardhës. Po Haxhileshi çdo këtu. Hajde gjeti. Unë doja të pyesja ty, profesor. Po çuditër se kam pa këtë foto një. Interesant.
Si ishte Ramizalia dhe pasardhësi i tij pasaj Sali Berisha? Në 20 dhjetor të vitit 19, Po? një javë pas themelimit të Partisë Demokratike, ne na thanë që mos luni nga zyrat se në ora 12 do vi shoku Ramis, do bëjmë mbledhje në sallën e madhe. Po? Me të gjithë, se ne redaksit ishim në varësi financiare të Komitetit Qendror të Rinjës. Po? Kjo që hera parë që mora pjesë të një mbledhje unë të këtij rangu. Edhe qëndrova aty afër, një tavolinë formë të ishte, qëndrova afër aty që shënoi të gjitha çdo thoshte. Erdhi ky në ora 12 fiks, Po? dhe filloi të diskutoj për partitë që sapo ishte kriju. Po? Dhe na tha, ja u tha, sa parti çka të tilla do krijohet, aq të mira qofshin. Ku e ditë ai që do kërë? Unë një fjalim të gjatë që s'du të zgjatem shumë, Po? me një përbajtje të dobët, më duk. Unë mora shënim, se ishim mësu me leksionet, i mora shënim, se ula afër fare ti, ja 1 metër e gjysmë larg. Mora shënim të gjitha çta. 2 orë. Dhe kam ne deri 6 pasdite në zyrë, që e redaktova, e shtypa të bakin, dhe ja kam nis atë pasdite në shtëpi Sali Berishës. Sali Berishës, ë? Unë ja nisa. Po? Që ta shofi. Në 20 dhjetor. 20 dhjetor. Këte ka thënë Ramizalia me neve dha. I thash. Kështu që, po vetë nuk shkova do të, i shkova ke vjera e ti, ke Bilica. A thash, ka mundësi ta se unë nuk hy dot, kurse ti e jeri i familjes, shkosh t'ja qosh në shtëpi, thash. Po tha me gjithë qesa Skënder, se ishim kopshi. Eja dhe mamas së Liris, që t'ja qënë dhe Saliu. Milica u nisë me i herë. Dhe ja qoj Saliu. Qa ndodhi pasaj me këtë informacion? Jo, a i mori vesh se qarë mendon dhe në rrethin e ngusht këtyre të ridis që ishte atë kop. Ishte sekretarë e ridis të... Po Sali Berisha, profesor, si ishte dhe si është roli ti në këto 36 vjetë? Tani, duhet pa në kompleks. Ai, si çdo njeri, ka pas të mirat anët e tij, pozitive dhe negative. Por, një emet e tij ka qenë që besonte vetëm ke vetja. Dhe mendonte që çdo gjë mund ta bëj vetëm ai, mirë që të bëhet, duhet të tjetë ai që ta bëj. Nuk kishte besim, një tjetër, po t'ja kërko dhe një tjetër, s'do e bënde mirë. Ka qenë, si me thanë, t'i parë të allusë si ati. Kështu punon dhe shumë. Ishte, si thot populli, po s'du t'a përdor shprehjen, qeni punës, kur i thonë, po nuk shkon. Me i fjalë njëri i përkushtuar në profesionin e ti, përsa i përket viteve të para, unë kam qenë vetë një partizan i fort i Saliut, sepse mendoja që ky është varianti më i mirë që do na shpëtoj nga një jetë aq e zymt që zgjati aq shumë. Plus do krijoj demokracinë. Për fat keq, demokracinë mase e njifte kështu në mënyrë shkollareske, po nuk e ndjente. Në vetvete nuk e ndjente Berisha këte. Dhe nuk e ndjen edhe sot. Nuk e ndjen edhe sot? Për mua, nuk e ndjen edhe sot. Sepse... Ju u zhgënjët? Po u zhgënjeva sepse garimi me një person, për shembull, për drejtimin e një partie, për mua është absurditet. Nuk shkon. Megjithëse ka njerëz, ka të tjerë që mendojnë që partitë e djathta e kanë këtë, e pas ka unë, mbrëmë e ka mësu, e pas në një emision televiziv, se kur sta nga këto analistët e ri, që s'ja ma i men emrat gjithë,